أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Selami qoftë për Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Allahu im, me të vërtet e ke zbritur ti Kuranin. O Allah, madhëroje dëshirën ton ndaj Kuranit. O Allah, bëre Kuranin dritë në shikimin tim dhe shefaat në zemrat tona. O Allah, na lërgo brengat dhe dëshprimin nga ne. O Allah, zbukuroje gjuhën ton me Kuran. O Allah, zbukuroje fytyrat tona me Kuran. Forcona trupin ton me leximin e Kuranit. Amin. Leximin e Kuranit barsoje për neve me të mira edhe gjatë ditës, edhe gjatë natës. O Allah, na bërë të mundshme leximin e Kuranit edhe gjatë ditës, edhe gjatë natës. O Allah, na ringjall me lexuesit e Kuranit, me pejgamberin dhe familjen e tij, si dhe shokët e tij të zgjedhur. Amin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Pra, sot nderuar miq, është nata e 4 e muajit të Ramazan dhe vazhdojmë me leximin e gjyzit të 4, i cili fillon nga surja e 3, Ali Imran, verseti 92. Ju preferoj ju që keni Kuran në shtëpi, pra mund të hapni pa marrë parasysh që ndoshta nuk e keni të Feti Mehdiut, por edhe tjerët Kuran mund t'i krahasoni hiq më pak, ndërka që unë do t'a lexoj në mënyrë të rrjedhshme Kuranin në mënyrë që edhe ata që janë të zënur me punë e tjera munden që këtë lexim të Kuranit ta kenë në YouTube kanalin Iqbal Huduti dhe aty do ta keni të publikuar dhe gjatë vozitjes mund ta dëgjoni në vend se të humbni kohë me leximin e librave tjerë, shumë është më e frytshme një herë ta lexojmë librin e Kuranin, pra librin e Zotit, sepse sa herë që e lexojmë spaku një herë në vit, pra 30 gjyze nga 1 orë, eventual, pra është 30 orë, as 2 ditë plota, pra nuk mundet me të zgjatë, pra leximi i Kuranit. Prandaj, unë ju preferoj që ta vazhdoni me leximin e Kuranit në gjuhën shqipe, është më sevap se sa që lexon një verset kuranor në gjuhë të huaj arabe dhe nuk e kupton ato. Unë s'po them që mos ta lexojmë, po së paku ta njohim një herë Kuranin në gjuhën shqipe, ndërka që leximi në gjuhën arabe është ngritje shpirtërore. A leximi në gjuhën amtare, gjuhën e nënës, është ndriçim i mendjeve tona dhe zemrës tonë.
I mbështetëm Allahu të më ruaj nga shejtani mallkuar, në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Verseti 92 i surës së 3 Imran, gjyzi i 4. Nuk do të arrini mirësinë e plot derisa të mos e ndani një pjesë të asaj që e keni më të dashur. Ju, çka do të qoftë të ndani, ani Allahu me siguri e di atë. Të gjitha ushqimet kanë qenë të lejuara për izraelitët, përveç atyre që izraelitët janë ndaluan vetvetes para se të shpallet Tevrati. Thuaj, ma sillni Tevratin dhe lexone, nëse jeni të sinqert. Kurse ata të cilët edhe pas asaj shfaqin gënjeshtra për Allahun, ata janë me të vërtet mizor. Thuaj, Allahu flet të vërtetën, prandaj pasone fenë e Ibrahimit, besimtarit të vërtet se ai nuk ka qenë politeist. Tempulli i parë i ndërtuar për njerëzit është ai që u ngrit në Mekë, i bekuar dhe udhërvyes i botrave, pra tempulli i parë është Qabeja. Aty ka fakte të qarta, është vendqëndrimi i Ibrahimit dhe kush hynte aty ishte i siguruar. Të vizituarit e tempullit për hir të Allahut, për atë që ka mundësi të marrë këtë udhë, është obligim, pra shkuarja në haxh. E kush nuk beson, ani, Allahu me siguri nuk është i varur prej askujt. Thuaj, o idhtarët e librit, kur themi idhtarët e librit, don të thotë të krishterët, jevrejet dhe sabejt, një popull i vogël para krishterëve, por ai janë zhduk, janë asimilu. Thuaj, o idhtarët e librit, pse i mohoni argumentet e Allahut kur Allahu është dëshmitari tërë asaj çka punoni? Thuaj, o idhtar të librit, pse e largoni nga rruga e Allahut atë që beson dhe përpiqeni t'ua shtrembëroni, kurse ju e dini se është e vërtet? Allahu nuk është indiferent ndaj asaj që punoni ju. O besimtar, nëse i përuleni ndokujt prej atyre të cilëve u është dhënë libri, ata pasi të jenë bërë besimtar, do t'ju kthejnë në besimtar. Si mund të mohoni kur juve u recitohen ajetet e Allahut dhe në mesin tuaj është profeti i tij, dhe kush është i vendosur me Allahun, ai është i udhëzuar në rrugën e drejtë. O besimtar, friksohuni Allahut me devotshmërinë e vërtetë dhe asesi mos vdisni ndryshe përveç si musliman të përulur. Të gjithë së bashku mbahuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pastaj përkujtoni dhuntinë e Allahut ndaj jush kur ishit të armiqësuar, e ai bashkoi zemrat tuaja dhe ju me mëshirën e tij u bët vëllezër. Ishit buz greminës së zjarrit e ju shpëtoi prej tij. Ashtu Allahu u shpjegon argumentet e veta, ndoshta merrni të mbarën. Dhe le të ketë nga ju të atill që do të thërrasin në të mira dhe kërkojnë të bëhen punë të mira dhe të pengojnë nga veprat e këqija, ata do të jenë të shpëtuar. Dhe mos bëheni sikur ata të cilët janë përçar dhe konfrontuar pasi që u kanë ardhur argumentet e qarta, ata i pret dënimi madh. Atë ditë kur disa fytyra do të zbardhen e disa do të nxihen, atyre fytyrat e të cilëve janë të zeza do të thuhet: a u bët mosbesimtar pasi që ishit besimtar? Shijone pra dënimin pasi nuk besoni. Kurse ata, fytyrat e të cilave do të jenë të bardha, do të jenë në mëshirën e Allahut, ku do të mbesin përgjithmonë.
ata janë argumentet e Allahut, që do t'i rrafejmë besnikërisht dhe Allahu nuk ja dëshiron të keqen botës. Të Allahut janë të gjitha, çka ka në qiej dhe në tokë, edhe te Allahu kthehen të gjitha çështjet. Ju jeni populli më i mirë se të gjithë të tjerët që janë paraqitur ndonjëherë. Kërkoni të bëhen vepra të mira dhe pengoni nga të pamirat dhe i besoni Allahut, dhe sikur i thtarët e librit të besonin drejt, do të ishte më mirë për ata. Ka prej tyre dhe besimtar, por shumica janë mbrapshtanë. Ata nuk mund t'ju bëjnë asnjë farë dëmi, vetëm se ju shqetësojnë. Nëse ju sulmojnë, shpejt do t'u ashihni shpinën, do të ikin, se nuk do të jenë të ndihmuar. Kudo që të gjenden do të jenë të poshtruar, nëse nuk kapen për litarin e Allahut dhe të njerëzve, dhe do të meritojnë hidhrimin e Allahut dhe do t'i godas mjerimi për shkak se i mohonin argumentet e Allahut dhe i vrisnin profetet pa fije të fajit, dhe për shkak se kanë gabuar dhe silleshin armiqësisht. Nuk janë të gjithë një lloj, ka i thtarë të denjët e librit, të cilët tërë natën i lexojnë ajetet e Allahut dhe bëjnë seçte. I besojnë Allahut dhe botës tjetër dhe kërkojnë të bëhen vepra të mira dhe pengojnë nga veprat e këqija dhe shpejtojnë të bëjnë mirësi, ata pra janë të mirët. Çfarë do që bëjnë, ajo nuk do të mohohet. Allahu i di mirë të devotshmit. Atyre që nuk besojnë, nuk do të bëjnë dobi te Allahu, as pasuria e tyre, as fëmijët e tyre, ata do të jenë banor të zjarit, dhe aty do të mbesin përgjithmonë. Shembulli atyre që japin, sa janë gjallë në këtë botë, i ngjan fare së mbjell nga ata të cilët kanë gabuar ndaj vetës, të cilët i godit era e fortë si akulli dhe e zhduk. Ata nuk i dëmton Allahu, por e dëmtojnë vetveten. O besimtar, për miq të sinqert, mos merrni të tjerët jashtë mesit tuaj. Të tjerët u dëshirojnë shkatërrimin. Mezi presin që të hidhen në mundime. Ata me gojet e tyre shprehin urrejtje, por ajo çka e fshehin në krahëror është shumë e madhe. Ne ua kemi sqaruar argumentet nëse keni mendje. Që ju jeni ata që i doni, por ata nuk u duan juve, dhe ju u besoni të tëra librave, e ata, kur ju takojnë, thonë, besojmë, por sa po gjenden veten nga zemrimi me ju, kafshojnë gishtrinjet. Thua ju, plasni nga i hidhrimi. Allahu me të vërtet e di mirë çka ka në krahërorët e tyre. Nëse ju bie ndonjë mirësi, ata i dëshpëron ajo, por nëse ju godet ndonjë e papritur, ajo i gëzon ata. Ndërkaq nëse duroni dhe ruheni, dredhit e tyre nuk ju dëmtojnë as pak, e Allahu e di mirë se çka punojnë ata. Dhe kur ti nxitove para familjes tënde, që tu caktosh besimtarve pritat për betej, Allahu dëgjon dhe di shumë. Kur dy grupe tuaja deshtën të tërhiqen, Allahu i forcoi, prandaj besimtarët le të mbështeten te Allahu. Allahu ju ka ndihmuar edhe në Bedër, kur ishit të pafuqishëm,
Prandaj friksohuni Allahut që të jeni mirë njohës. Kur u patë thënë besimtarve, a nuk ju mjafton që Zoti juaj ju dërgon në ndihmë 3.000 engjuj? Po si jo, nëse jeni të qëndrueshëm dhe të devotshëm, dhe nëse ata ju sulmojnë me njëherë, Zoti juaj do t'ju dërgoj në ndihmë 5.000 engjuj, të gjithë të shënjuar, të gjithë të shenjuar. Këtë Allahu e bëri që t'ju gëzoj dhe me këtë t'ju qetësoj zemrat tuaja, por fitoria vjen vetëm nga Allahu, i forti dhe i urti, që ta shkëpus një grup nga mosbesimtarët ose t'i demoralizoj e të kthehen shpresë humbur. Nuk varet nga ti a do ta pranoj ai pendimin e tyre apo do t'i dënoj, sepse ata janë për një mend kriminele. Dhe të Allahut janë çka ka në qiej dhe çka ka në tokë. Ai fal këtë doj dhe e dënon këtë doj. Allahu fal edhe është mëshirëplot. O besimtar, mos hani kamatën e shumë fishuar dhe friksohuni Allahut, ndoshta do të shpëtoni, dhe ruajuni nga zjarri që është përgatitur për mosbesimtarët. Dhe përuluni Allahut dhe profetit, ndoshta do të jeni të mëshiruar. Dhe shpejtoni për të kërkuar falje nga Allahu juaj dhe shpejtoni për në xhennet, gjerësie të cilit ka kap qiejt dhe tokën e është përgatitur për të devotshmit, të cilët japin lëmosh edhe kur kanë edhe kur janë në skamje, të cilët e mposhtin hidhërimin dhe i falin njerëzit. Edhe Allahu i don punëmirët. Edhe ata të cilët kur bëjnë paudhësi ose bëjnë gabim ndaj vetvetes, e kujtojnë Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. Kush i fal mëkatet përveç Allahut? E kush i fal mëkatet përveç Allahut dhe të cilët nuk vazhdojnë në atë çka kanë bërë, që gabojnë me vetëdije. Ata janë që si shpërblim kanë faljen nga Zoti i tyre, edhe xhenet e kanë, sepse në për të cilat do të kalojnë lumenjë e aty do të mbesin për gjithmonë. Sa shpërblim i mirë për ata që punojnë. Edhe përpara Edhe përpara jush kanë kaluar popuj e ligje, por ecni në për botë dhe veneroni çfarë përfundimi kanë pasur për gënjeshtarët. Do më thënë, siru fil erdi, që e tham pak ma parë në ligjëratën e kaluar, pra udhëtimi në përzbot është urdhëri i Zotit. Hecni në përbot dhe shikoni se si kanë përfunduar ata që kanë përgënjeshtruar fjalët e Zotit. Ky është sqarim për tërë njerëzit dhe udhërofim e këshill për të devotshmit, pra Kurani. Për tërë njerëzit është sqarim, ja sqaron, por udhëzim është vetëm për të devotshmit që e pranojnë fjalën e Zotit. Pa tjerët vetëm e shikojnë Kuranin, ja sqaron disa gjona edhe e kalojnë. Vazhdojmë. Dhe mos ligështoheni e as mos u piklloni, ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Gjithmonë profetit ka pas raste si për shembull Yunusi a.s. ai shpesher u ligështonte edhe u demoralizonte nga njerëzit e vetë që e rrethonin. Edhe ai i thoshte Zotit, o Zot, a nuk po di unë t'ja spjegoj fjalën tënde,
apo mos po bëj unë mëkat pse jam në këtë mes, sepse njerëzit e tu nuk po dëshirojnë fjalën tënde, ose ndoshta unë nuk po di m'ja spjegu. Dhe shpesh herë ata dëshpëroheshin nga vetë njerëzit që e pasonin profetin. Prandaj, profetit, Allahu i thot, dhe mos u likështoni, e as mos u pikloni, normal shikojeni pra, ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar, mos ju interesojnë tjerët që nuk dëshirojnë të udhëzohen, ama ju nëse jeni besimtar, jeni më të lartit. Nëse ju bëhet ndonjë varr, ani se tër popullin e ka goditur varr e tillë. Ditët e atilla i ndërrojmë ndërmjet njerëzve për të dalluar Allahu ata që besojnë dhe të zgjedh prej jush disa heronje. Allahu nuk i do mizorët. Pra edhe luftrat që bëhen, Allahu ka dëshirë që ti mbledh pra dëshmor nga të luftra, dëshira Allahut. Pra që ti pastroj Allahu besimtarët dhe ti shkatroj mos besimtarët. Apo mendoni se do të hyni në xhenet e Allahut të mos e di se cilët prej jush kanë bërë luftë dhe janë të durueshëm? Ja, e keni parë me sytë tuaj. Muhamedi është vetëm profet. Edhe për para ti ka pasur profet, sikur të vdiste ai, apo të vritej, a do të ktheheshit gjurmëve tuaja? Kush kthehet gjurmëve të veta, nuk i bën asgjë dëm Allahut, e Allahu do t'i shpërblej mirënjohësit. Pra, nëse ka qenë pabesimtar para profetit Muhammed, edhe nëse profeti Muhammed do të vdis, do të kalojnë botën tjetër, atëherë ju prap do t'i ktheheni gjurmëve tuaja? Asnjë nuk vdes pa vullnetin e Allahut. Në momentin e caktuar, kush dëshiron shpërblim në këtë botë, do t'ja japim, por edhe kush dëshiron shpërblim në botën tjetër, prap do t'ja japim ne. Dhe nuk ka dyshim, mirënjohësit do t'i shpërblejmë. Sa profet ka pasur bashkë me të cilët kanë luftuar shumë besimtarë të sinqert dhe nuk janë fshehur nga të papriturat që i godisni në rrugën e Allahut. Dhe nuk janë dobësuar e as që janë dorëzuar, e Allahu i don durimtarët. Ata nuk kishin tjetër fjalë, vetëm thoshin, Zoti ynë, na fal gabimet tona dhe lëshimet në çështjet tona dhe forcona këmbët tona dhe ndihmona kundër popullit mos besimtar. Dhe Allahu ua dha shpërblimin në këtë botë dhe shpërblim më të mirë në botën tjetër. Allahu i don punë mirët. O besimtar, nëse u nënshtroheni atyre që nuk besojnë, do t'ju kthejnë gjurmëve tuaja dhe do të jeni të humbur, se vetëm Allahu është mbrojtësi juaj dhe ai është ndihmësi më i mirë. Ne do t'u fusim tmerrin në zemrat e tyre që nuk besojnë, nga se Allahut i bëjnë shok, për çka ai asgjë nuk u ka shpallur, dhe vendbanimi i tyre do të jetë xhehenemi, po sa strovkull e keqe është për mizorët. Allahu e ka plotësuar premtimin e vet, kur me vullnetin e tij i kemi mbytur armisht pa mëshirë, derisa kur dështuat dhe filluat të diskutoni rreth pozitës tuaj dhe treguat mos dëgjueshmëri pasi që u pa treguar atë që e simpatizoni. Disa prej jush dëshirojnë këtë botë, e disa të tjerë botën tjetër. Atëherë, ai për t'ju sprovuar bëri që të përvidheni para syve të tyre dhe u afali, sepse Allahu ka mirësi të madhe ndaj besimtarve.
kur u tërhoqët pa vu re askë, e profeti thërriste pas jush. Kjo është krejt rasti i luftrave që është bën në Uhud dhe në Bedër, tash për shembull është në Uhud. Pra tregohet se si ka pas probleme profeti Muhammed me luftëtar që kanë qenë shokët e tij, dhe këtë rast pra flitet për ta. Kur u tërhoqët pa vu re, kanë hik pra, pa e vu re askë, e profeti thërriste pas jush, e janë i këtu pra, dhe Allahu u apagoi dëshpërimin me dëshpërim, që mos ju vjen keq për atë çka ju ka kaluar, dhe për atë çka ju ka goditur. Allahu është informuar se çka po punoni. Kjo është historia në Uhud. Kur shkoni në Qabe, keni me pa, është në atë rafshnaltën, është edhe një si kodër, edhe si në rafshin, është varri i Hazreti Hamzës. Dhe këtu profeti nuk është dëgju fjala e tij nga Khalid ibn Velidi, për shkak se ai e ka lëshu pozitën ku profeti ja ka caktuar si komandant i luftës, dhe për shkak se ai nuk jo përgjigj urdhrit të profetit, kanë vdekur shumë musliman shumë luftëtar në këtë luftën e Uhudit. Vazhdojmë. Pastaj pas dëshpërimit ju lëshoi qetësinë absolute. Domethënë pasi e humbën luftën në Uhud, Zoti i lëshoi qetësinë absolute, të përgjumshme. Ashtu që disa prej jush i mori gjumi, kurse një grup tjetër kujdeseshin vetëm për vete, duke menduar për Allahun gjëra që nuk janë të vërteta, si mendime të paganizmit, dhe thoshin: a kemi ne diçka nga çështja e premtuar? Thuaj: të gjitha çështjet janë në dorë të Allahut. Ata fshehin në vete atë çka nuk ta tregojnë ty. Thonë: sikur të pyeseshin për çfarë do të qoftë, nuk do të ishim vrarë këtu. Thuaj: edhe sikur të ishit në shtëpi tuaja, prap se prap ata të cilët e kanë të caktuar të vriten, do të dilnin në pozitat e tyre në mënyrë që Allahu ta provonte atë se çka keni në krahërorët tuaj, dhe për të hulumtuar se ç'keni në zemrat tuaja. Allahu e di çka mbajnë krahërorët. Gjithmonë shejtani, për me ta trazu hidhrimin, urrejtjen, besimin, me ta trondit besimin, ai thot kështu: po mos kishte ndodh kjo, nuk kisha qenë unë këtë situatë. Edhe këta ushtarët e Uhudit thot: po mos kishim shku na në këtë luftë, prapja qesin fajin Allahut, na nuk kishim vrarë, nuk kishin vrarë gjithë ata luftëtar. Nuk ja qesin fajin Khalid ibn Velidit edhe disa personave tjerë, të cilët nuk e quan urdhrin e profetit deri në vend, se ai la në maje të malit, edhe i tha: derisa nuk ja jap unë urdhrin për me zbrit ju poshtë në betej, mos zbritni. Por kur Khalid ibn Velidi edhe 3-4 tjerë, disa kanë mbetur edhe kanë jenë vrarë, shehid mbeten nalt, ata kur e panë se në betej po i mbledhnin plaçkat e luftës, sepse në Arabi është, kur shkon në luftë, pasunin, dukatin, arin, krejt çka e ki, ato shpata ka qenë shtrejt, atër, krejt ato janë plaçka e luftës që ty të ndahet, dhe Khalid ibn Velidi, që e njohim dikush i thotë edhe shpata e Allahut, çfarë shpata e Allahut, po ajo ja kanë qitë pseudonim se shpata e Allahut, nëse duhet me qenë, është Imam Aliu, jo Khalid ibn Velidi, po kështu i kanë marrë në shokët e pejgamberit, ja kanë marrë sinonimet, ja kanë marrë epitetet e Aliut, ja kanë vendos njerëzve tjerë, e për Aliun e kanë shel gojen, s'kanë fol fjalë të mira, sepse vetë e kanë mytë. Prandaj, Khalid ibn Velidi, që ishte në majet kodrës Uhudit, unë kam qenë aty 1995, a i zbriti poshtë
dhe armiqët nga ana tjetër e malit, në atë pellgun mrapa malit, ata erdhen, si ishte mali i lartë, erdhen edhe prej malit zbriten nëpërmes një luginë edhe tekrar filluan të mbysin muslimanët që ishin në betejë, ndërkaq profeti ishte në një pak ma lartësi ku i jepte urdhrat, e tjera e tjera. Pra shikoni çfarë dredhina janë bë profetit në kohën e vet, madje i thotë kur u tërhoqët pa vurre askë, domethënë kanë hik prej luftës. E kush kanë hik, dihet, historia i tregon, por najherë kur tregon këto të vërteta, ata thotë, jo, që po e shani zbon, ata si të sheti kanë bë profetët, e tjera e tjera. Prandaj keni kujdes se Kurani thotë, a shkuat ju, a vdiqet në luftë, a nuk vdiqet, vdekja kur t'ju vjen, e ka caktu me Zotin minutin, kohën e vetë, kërkush nuk mundet me ja marrë shpirtin vetës, por është e caktume prej Allahut. Ajo prej ditën, momentin, qastin. Edhe si kur të hishit Zoti shka i thotë, o Muhammed, thuj atyre, se ata po thojnë, si kur të pyeteshim për çfarë do të qoftë, nuk do të ishim vrar këtu. Do me thënë, neve s'na paska pyet profeti Muhammed. Veç ka thënë, hajdeni në luftë, pritni bre, se kanë dalë luftë me dëshirë. Disa që në gjysë të rrugës janë kthy, kanë hik, pa u vërejt askund. Ndërka që Zoti thotë, thuaj o Muhammed atyre njerëzve tu, që po të maltretojnë, e që janë gjendje fjallën tënde edhe fjallën teme me shkel. Që ata luftëtarët që e lëshun komandën e profetit edhe zbriti poshtë Halid ibn Velidi edhe u bën gjak musliman. Zoti tha, thuaj, edhe si kur të ishit në shtëpi tuaja, prap se prap, ata të cilët kanë të caktuar të vriten, do të dilnin në pozitat e tyre në mënyrë që Allahu ta provonte atë çka ka, se çka keni në krahërorët tuaj, dhe për të hulumtuar se çka keni në zemrat, Allahu e din që mbajnë krahërorët. Ata nga mesi juaj, këtu është Halid ibn Velidi, si mas tefsireve, që i thëjnë shpata Allahut, për fat keq, të cilët kanë kthyer shpinën atë ditë, pra ky prej malit, ka qenë i kthyer nga veriu, për me pa mos po vinë armiqët, jo, ai e kthej shpinën, shiko thot, ata nga mesi juaj të cilët kanë kthyer shpinën, atë ditë kur janë kacafytur dy grupe, me të vërtet djalli i ka shtyr të rrëshqasin për shkak të asaj që e kanë bërë më parë. Pra, ma përpara kanë qenë ata të djallëzuar, kanë marrë plane, kanë baje, kanë qitë një shpifje se vdiq profeti edhe ushtarët e hupën atë vullnetin e luftës. A ma përpara i tha profetit, Zoti tha, e nëse vdes profeti, a keni mu kthy ju prapë mu bë mos besimtara? Jo, more, ju do ta vazhdoni rrugën. Prandaj, shumica u kthyn në besimin pagan të arabe, por profeti dhe familja e tij vazhduan. Prandaj shikoni çka i thot Zoti Halid ibn Velidit, i cili e kthej shpinën dhe u bë shumë masakër e madhe për shkak të tij edhe 3-4 vetave tjerë. Ata nga mesi juaj të cilët kanë kthyer shpinën atë ditë kur janë kacafytur dy grupe, pra luftë, me të vërtet djalli i ka shtyr të rrëshqasin për shkak të asaj që kanë bërë më parë, edhe kur s'kanë qenë musliman. Dhe Allahu ua ka pas falur, se Allahu fal dhe është i butë. Ka fal. Allahu ta ka fal që ti ke qenë mesbesimtar. Do me thonë, Allahu mos besimtar. Ua ka pas falur atëherë, ajo këtë që e kthej shpinën. Do me thonë, shikoni përkthimet e Kuranit janë katastrofale të përkthyme në gjuhën shqipe. Me një presje të ndrojnë komplet kontekstin, ose me një keq përkthim të kohës së tashme, të shkuar, të ardhshme, ti e kupton krejt ndryshe ngjarjen.
Qëtu shka thot? Thot, ata, qka i ka shty ata të rëshqasin, për shkak të asaj që e kanë bërë më parë, e kanë bërë në kohën para islame. Dhe Allahu ua ka pas falur atëherë, ama jo që të masakrën që u bërë për shkak Halidit. Dhe është i butë. O besimtar, tash Zoti i la këta që kanë gabu në luftë, në luftën e Uhudit, që u bën shkaktar mu der gjaku i ushtarve. O vetëm se kanë dëgju fjalën e profetit Muhammed, si komandant që ka qenë. Tash i drejtohet Zoti besimtarve, ata që vdiqën, Imam Alia, u plagos, profeti Muhammed e ka thy dhomin në këtë luftë, sepse ju gjujtën armiqët, komanda e profetit nuk eci si duhet, nuk u dëgju fjala e profetit, tu kanë gjallë, merreni me mend, e na po i dhnohemi pse dikush nuk pendjek Zotin e profetin. Sot në këtë kohë, ata tu kanë gjallë, kanë nejtë dhe sot kanë emër, ashabët, shokët e profetit. Familja profetit hynë në hije, por Zoti nuk i fut në hije. Ja që ka thot? O besimtar, mos bëheni sikur mos besimtarët të cilët flasin për vëllezërit e vet e kur shkojnë në rrugë të largëta ose janë në betejë. Po, pra, kur shkojnë në rrugë të larta ose në betejë, flasin për vëllezërit e vet. Po të rrinin me ne, nuk do të ishin vrarë. Pra, mos i besoni fjalëve të atyve mos besimtarve që i bëjnë pishman pse kanë shku në luftë, sepse aty tha, në luftë Zoti e cakton kush ka me ra, kush ka me qenë heroi i asaj luftës. Me qëllim Zoti i çon këtë luftra. Po të rrinin me ne, nuk do të ishin vrarë. Le t'ua bëj Allahu atë mjerim në zemrat e tyre. Le të mjerojnë, e të kukasin, e të vajtojnë, e të bëjnë çka dojnë, sa ata se kanë dash këtë luftë. Pra Zoti thot, le t'ua bëj Allahu atë mjerim, Zoti për veti, do t'ja bëj Allahu atë mjerim në zemrat e tyre. Allahu ngjall dhe vdes, Allahu i sheh të tëra se ç'po bëni. Edhe nëse ju vriteni ose vdisni për hir të Allahut, falja dhe mëshira Allahut janë me siguri më të mira se ajo që mbledhin ata. Vazhdojmë. Qoftë të vdisni apo të vriteni, tek Allahu me siguri do të mblidheni. Pra, ose të vdisni në jetën e përditshme, ose vriteni në luftë, te Allahu me siguri do të mblidheni. Ti je i butë ndaj atyre, vetëm nga mëshira e Allahut, por sikur të ishe i ashpër dhe hierënd, do të iknin prej rrethit tonë. Që sa të këqia ja kanë bë profetit në këtë luftë, prap Zoti po thot, hajtë se unë ja fali, por ti bënu i butë ndaj tyre. Prandaj faljau dhe lutu, që të jenë të falur dhe konsultohu me ata në punë. E kur të vendosësh, atëherë mbështetu te Allahu. Pra mos mbështet te fjalët e tyre, ti konsultohu, po prapë mbështetu te Zoti. Pejgamberit i thot Zoti. E kur të vendosësh, atëherë mbështetu tek Allahu. Allahu me siguri don ata të cilët mbështeten tek ai. Nëse ju ndihmon Allahu, askush nuk mund t'ju mposht. Por nëse ai ju lë pa përkrahje, kush është ai i cili mundet të ju ndihmoj përveç atij? Andaj, besimtarët le të mbështeten vetëm tek Allahu. Nuk është e vërtet se tradhton profeti. E kush tradhton në ditën e Kiametit, tradhtin do ta sjellë dhe atëherë do t'i jepet secilit ajo që ka merituar. Askush nuk do të jetë i dëmtuar. Shikoni edhe profetit i kanë thënë tradhtar. Por thot nuk është e vërtet që profeti tradhton. Vazhdojmë. A është vallë njësoj ai i cili pason simpatinë Allahut dhe atë i cili ka ngarkuar mbi vete hidhrimin e Allahut dhe që ka vendbanimin në xhehenem? Sa vendit mërshëm është ai. A është njësoj, po thot ai që ka e pason simpatinë Allahut edhe ai që ka e pason e vret ka hidhrimin, është i ngarkuar me hidhrimin e Allahut. Nuk janë njësoj.
Ata janë të klasifikuar tek Allahu dhe Allahu e sheh mirë se çka po bëjnë. Prandaj na gjithmonë në namaz themi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alehim ghayril maghdubi alehim waladdallin. O Zot, thot, na udhëzon në rrugë të drejtë, në rrugën atyre ndaj të cilëve ti je i kënaqur, pra e ki simpati Allahun, e don Allahun, edhe ai është i kënaqur, e jo në rrugën atyre ndaj të cilëve ti je i hidhruar dhe është i humbur. Dhe e dyta thot këtu e kanë hidhrimin e Allahut. Ti je i hidhruar. Shikoni që shpolidhet surja e parë me këtë ajetin Imran, Ali Imran 162. Vazhdojmë. Ata janë të klasifikuar tek Allahu dhe Allahu e sheh mirë se ç'po bojnë. Me të vërtetë Allahu u ka ofruar mirësi besimtarve pasi që nga mesi tyre u dërgoi një profet për t'u lexuar ajetet e tij, që t'i plotësoj dhe t'u mësoj librin dhe urtësinë, ani pse më parë kanë qenë krejtësisht të humbur. E kur ju godet fatkeqësia e ashtu sikur ajo ju i goditët dy fish, po thuani, prej nga tash kjo, dy fish i ka godit fatkeqësia. Thuaj, ajo është nga vetë ju e keni thirr fatkeqësin, sepse nuk e keni dëgju fjalën e profetit. Allahu një mend ka mundësi për çdo send. Ajo që u goditi atë ditë kur u kacafytë dy grupe, ishte me vullnetin e Allahut për t'i njohur besimtarët e vërtet. Do me thënë, Zoti ka dash që ky me pa Allahu, a është Halid ibn Velidi besimtari vërtet? Doli që nuk është. Prandaj thotë dhe për t'i njohur kush janë dyftyrshat, hipokritët janë më të këqij se jo besimtarët. Në surën Bekare, tash jemi në surën Imran, Zoti i ndan 3 lloje të njerëzve. Besimtarët, jo besimtarët dhe hipokritat, do me thonë dyftyrshat. E Zoti i thot Muhamedit, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, o Muhamed, mos e ki problem me besimtarët, kime qenë i qetë, i rahatshëm. Me mos besimtarët, edhe ata e kanë mosbesimin e tyre, nuk do t'jenë aq problematik me ty. Por hipokritët, ja, në luftën e Uhudit, që shmore Zoti po i thot hipokrit shokëve të pejgamberit, ja, dhe për t'i njohur, do me thënë, Zoti dashti me bë këtë luftën në Uhud, për mi njohë se kush kanë qenë ata tradhtarët, i kanë dhënë 2 grupe, të mirët edhe të këqijt, dhe për t'i njohur kush janë dyftyrshat, hipokritët, dhe u tha, ani, luftoni për hir të Allahut, sepse me gojë të vetë kanë thënë atë çka nuk e kanë pasur në zemrat e tyre, por Allahu e di më së miri se çka po fshehin. Ata mos besimtarët, kinë se u bënën besimtar, tha, hajde na duhet me luftu në rrugën e Allahut. Edhe tha Zoti, në rrugën e Allahut po doni me ustua, ama zemrat pjo di që ju jeni tradhtar, ju jeni dyftyrsha. Prandaj i tha, unë e paraqita këtë luftë se ju e dashtët, edhe unë e bëna këtë luftën në Uhud për me dal kush është tradhtar. Ata të cilët kanë thënë për vëllezërit e tyre duke ndejur anash, po të na dëgjonin do të vriteshin, nuk do të vriteshin, thuaju Zoti thë. Ndalni pra ju vdekjen nëse flisni të vërtetën. Masi ju kanë, po deshka juve m'ju dëgju që mos me dal në Uhud, e vetë keni lyp, atër, tha masi ju kanë dëgju juve ushtartë, atër pëse se keni nalë vdekjen. Kurse si mos i llogarit të vdekur ata të cilët janë vrarë në rrugë të Allahut, jo, ata janë të gjallë te Zoti i tyre dhe të furnizuar. Të gëzuar për shahidat, për dëshmorët e Kosovës, edhe kjo vlen. Të gëzuar për atë çka u ka dhënë Allahu nga mirësia e vetë dhe gëzohen për atë çka kanë lënë pas, për të cilët nuk ka as pak frikë dhe të cilët nuk do të piklohen. Gëzohen për dhuntinë e Allahut dhe mirësinë edhe asaj
që Allahu nuk e humb shpërblimin e besimtarëve, të cilët ju përgjigjen Allahut dhe profetit edhe pasi morën plagë. Domethënë janë përgjigj edhe pse janë plagos. Ata nga mesi i tyre të cilët bën mirë dhe u ruajtën, i pret shpërblimi i madh. Atyre të cilëve kur u than njerëzit, po të bohen njerëzit për shkak tuajin, keni frikën, kjo u forcoi besimin dhe than, na mjafton neve Allahu, sa zotëri i mirë është ai. Dhe u kthyen të mbuluar me plot mirësitë e Allahut. Nuk i goditi kur fare keqe pa pasur kënaqësinë e Allahut dhe Allahu është i mirë pa mas. Juve ju ka friksuar vetëm djalli me simpatizuesit e vet, por ju mos ju friksoni atyre, friksohuni mua nëse jeni besimtar, Zoti thot. Mos të bëj meraka ata të cilët shpejtojnë për në mosbesim, ata s'pak nuk i bëjnë dëm Allahut, Allahu nuk dëshiron t'ju jap atyre kurfar shpërblimi në atë botë, dhe ata i pret dënimi i madh. Ata të cilët kanë blerë mosbesimin për besim, Allahu nuk i bëjnë kurrë një dëm, por i pret dënim i dhemshëm. Kurse si le të mos mendojnë mosbesimtarët se është mirë për ata, ajo që u japim jetë të gjatë. Ne u zgjasim atyre për t'u zhytur sa më shumë në mëkate. Ata i pret dënimi turpshëm, pra ata që janë pa besimtarë dhe i kanë jetën shumë gjatë. Madje edhe e pinë gjakun e fëmijës, ku me di çfarë eksperimente, çfarë ushqime, vetëm me jetu gjatë. Sepse ata janë mosbesimtarë, nuk i besojnë botës tjetër dhe duan që në këtë botë të shijojnë krejt çka është e mundshme edhe më të keqen siç e shijojnë edhe pedofilizmin. Allahu nuk do t'i lejë të përzihen besimtarët me dyftyrshat, por do t'i ndaj të keqen nga e mira. Allahu nuk do t'u zbulojë atë çka është e fshehur, por ai për këtë zgjedh këtë dojë nga të deleguarit e vet. Prandaj besoni Allahut dhe profetëve të tij. E nëse besoni dhe i friksoheni Allahut, ju pret shpërblim i madh. Ata që bëjnë kooperaci me atë çka u ka dhënë Allahu nga pasuritë e veta, kurse si le të mos mendojnë se ajo është mirë për ata. Jo, ajo është e keqe për ata. Në ditën e Kiametit do të varen në qafë ato që e kanë kursyer, dhe Allahu do t'i trashëgojë qiejt dhe tokën. Allahu është informuar për atë çka po bëni. Vazhdojmë, kjo ishte për kopracët. Allahu i dëgjoi fjalët e atyre që thanë, Allahu është i varfër e ne jemi të pasër, ne do të shënojmë atë që kanë thënë, edhe mbytjen e profeteve nga ana e tyre pa asnjë faj, dhe do t'u themi, shijoni dënimin me zjarr për shkak të veprave të duarve tuaja, kurse Allahu nuk është i padrejtë ndaj robërve të vetë. Për shkak të veprave të duarve tuaja, kurse Allahu nuk është i padrejtë ndaj robërve të vet, të cilët thonë, Zoti na ka urdhëruar të mos i besojmë asnjë profeti para se të sjellë një kurban, të cilët do t'i gëlltiste zjarri. Thuaj, edhe përpara meje profetët ju kanë sjellë argumente të qarta, dhe atë çka po flisni, e pse pra i keni vrarë, në qoftë se keni qenë të sinqertë. Por nëse edhe ty të injorojnë, ani edhe përpara teje janë injoruar profetët, të cilët u kanë sjellur argumente të qarta, broshura dhe librin e shëndritshëm. Çdo qenie gjallë do të shijojë vdekjen, dhe vetëm në ditën e Kiametit do të fitoni në tërësi pagat tuaja. Kush do të jetë i larguar nga zjarri dhe i futur në xhehenem, ai ka arritur sukses, sepse jeta në këtë botë nuk është asgjë tjetër veç se kënaqësi mashtruese.
Ju me siguri do të sprovoheni në pasurit tuaja dhe me vetveten dhe do të dëgjoni me të vërtet shumë ofendime prej atyre të cilve u është dhënë libri përpara jush, si edhe nga politeistët. Prandaj nëse qëndroni dhe i friksoheni Allahut, ani kjo është çështje vendimtare. Dhe kur Allahu e mori besën prej atyre të cilve ju është dhënë libri, se me siguri do t'u sqarojnë njerëzve dhe nga ai nuk do të fshehin asgjë, ata pastaj e lanë këtë pas shpinë e librin dhe patën blerë me të cila patën blerë me të diçka që vlen fort, pak sa e keqe është ajo që kanë blerë ata. Kurse si mos mendo se ata që po i gëzohen asaj që bëjnë dhe të cilëve u vjen mirë të jenë të lavdëruar dhe për atë çka nuk e kanë bërë, asesi mos mendo se do të shpëtojnë nga dënimi, ata i pret dënimi i rënd. Vetëm Allahut i takon pushteti në qiej dhe në tokë dhe vetëm Allahu ka mundësi për çdo send. Në krijimin e qiejve dhe të tokës, edhe në ndërrimin e natës e të ditës, ka me të vërtet argumente për ata që kanë mend, për ata të cilët përmendin Allahun në këmbë edhe ulur, edhe ratë dhe mendojnë thellë për krijimin e qiejve dhe të tokës. Pra, edhe kur je i shtrim, edhe kur je i ulun, duhet me përmend Allahun. O Zoti ynë, ti nuk e krijuar këtë mëkot, qofti lartësuar dhe ruana prej dënimit të zjarrit. O Zoti ynë, në atë të cilën ti do ta fusësh në zjarr, atë e ke turpëruar, por mizorët nuk ka asnjë ndihmë. O Zoti ynë, ne dëgjuam një profet i cili na thërriste në besim. Besoni Zotit tuaj dhe ne besuam. O Zoti ynë, na fal mëkatet tona, mbuloj veprat tona të këqija dhe bëna të vdesim me ata të mirët. O Zoti ynë, na jep atë që na ke premtuar me anë të profetëve tu dhe mos na pikëllo në ditën e Kiametit. Ti me siguri e zbaton premtimin tënd. O dhe Zoti i tyre ju përgjegj, asnjë punëtori nga ju nuk do t'ia humbë mundin e vet, qoftë mashkull apo femër. Ju jeni njëri nga tjetri, atyre të cilët shpërngulen dhe janë të ndjekur nga shtëpitë e veta dhe të cilët përjetojnë mundime për hir timin dhe që do të luftojnë e vërritën, gjithsesi do t'u ambuloj veprat e tyre të këqija dhe padyshim do t'i fusë në xhenete ku do të rrjedhin lumenjë si shpërblim nga Allahu. Vetëm tek Allahu është shpërblimi i tyre. Pra, për besimtarët edhe që janë mëkatar, ata prap Zoti do t'ja mbuloj veprat e tyre të këqija, vetëm e vetëm pse luftojnë në rrugën e Allahut. Nuk është me luftu vetëm me armë, po me luftu me fjalën e Allahut, me veprat e tua me paraqit në popull, me fjalët e tua me paraqit fjalën e Allahut. Në asnjë mënyrë le të mos mashtrojnë mbredhja në përbote atyre të cilët nuk besojnë. Sado që të shëtisin në përbotë, ata nuk besojnë, ata shkojnë vetëm për çefe me shëtit. A në ajete tjera tha, u shëtitni në përbotë dhe shikoni çka kanë punu pa besimtarët. Një kënaqësi e shkurtër e pastaj vendbanimi i tyre është xhehenemi, sa vend i keq është ai. Kurse ata që i friksohen Zotit të vet, i presin xhenete ku do të rrjedhin lumenje e ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ashtu do të jetë mirësia Allahut, ndërka që ajo që është tek Allahu më e mirë është për besimtarët, për të mirët. Ka edhe idhtar të librit të krishterë jevrej që i besojnë Allahut dhe asaj që është shpallur juve, Kurani pra, edhe asaj që është shpallur atyre, Bibla, Tevrati, me bindje të thellë, i besojnë edhe Kuranit edhe Tevratit. Nuk i shesin fjalët e Allahut për kurrë sende. Ata e kanë shpërblimin te Zoti i tyre, Allahu është një mend llogari shpejtë. O besimtar, keni durim dhe jeni të qëndrueshëm
Mbahuni dhe friksohuni Allahut që të jeni të shpëtuar. Të nderuar miq, mu më duhet këto 3 faqe t'i përfundoj, t'ja bashkangjes gjyzi të 5 të nesër, për fat keq bateria e telefonit veç është ka fundi, prandaj do t'a përfundoj dhe këtë gjyzin e 4 të pa përfunduar komplet, mirë po me njëherë keni pas kësaj epizode. Pra nesër do t'i lexojmë 4 faqet, 3 faqet e mbetura të gjyzit 4 dhe fillojmë me gjyzin e 5. Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Fjala e Allahut të lartësuar është e vërtetuar. Amin.